Flokët dhe grimi janë një prej vendimeve më të vështira me të cilat përballet çdo femër. Në mbrëmje të veçanta, evente të ndryshme, apo qoftë edhe në përditshmëri. Janë shumë faktorë që ndikojnë në përzgjedhjen e modelit të flokëve, dhe njëherësh tendenca që do të përdoren për grimin e tyre. Nuk është sekret që të gjithë duan të duken bukur, si femrat, ashtu edhe meshkujt. Të ndjekësh modën dhe të kthehesh atë në një shkollë të mirëfillt, do të thotë që të duash çdo element estetik, që i jap kuptim konceptit të së bukurës. Kontura është baza e një grimi të përsosur. Kjo nënkupton përdorimin e hijeve dhe përdorimin e nuancave të ndryshme në fytyrë, me qëllim të formësimit e theksimit të konturave, por që është më e rëndësishmja edhe eliminimin e defekteve në të. Konturimi i fytyrës e bën grimin të duket i përsosur, prandaj edhe është i domosdoshëm për një grim të kënaqshëm. Çfarë bën një make-up perfekt, dhe cilat janë tendencat më të fundit në ngjyrat, po ashtu edhe në modelingun e flokëve. Çka janë konturat dhe si realizohen ato? Verona Raci jap më shumë detaje për këtë fushë dhe po ashtu prezanton për ne një pjesë të punës së saj në studion Verona. Mirë se keni ardhur. Atëherë, do me thonë, ne kemi startu dikun që 2 vite në bota një prill, ka qenë një startim mundë me thonë bajegi fuqishëm edhe i mirë, ka hecë puna bajegi mirë. Si studio ofrojmë mos të thamë komplet gjanat përveç solariumit, do me thonë grimin, flokët, rregullimin e flokëve në total, gjithë çka ka ngjyrosjet, gjitha këto, pjesën e thojve, depilimet, tretmanet e fytyrës, gjitha këto. Gjithashtu edhe mbjelljen e qërpikëve, minivallin e qërpikëve apo ndryshe qështiret edhe përming, nuk di sa është shumë e njohur, është diçka e re që ka dalë tani edhe shumë e mirë, si dhe vetulla tatu që janë shumë trend dhe jemi shumë përpara, gjithashtu do me thonë këtë pikë mund me cik që mbajmë edhe trajnime her pas here, do me thonë vinë dhe mbajmë trajnime rreth vetullave tatu, do me thonë ata që janë të interesuar për me ndjek kursin, mundet me di që mbajmë këtë trajnim. Sot jemi këtu për me folë më shumë rreth grimit, po më trego si fillim çka është më ensaj përket vitit 2016 përmes tendencave të grimit. Atëherë, ajo që ka vlen mu cik për këtë vet, do me thonë janë shkëlqimet. Shkëlqimet janë bajt shumë, nuk kanë qenë ngjyrat shumë dhesta ose diçka, kanë qenë ngjyra pak më të lehta, por edhe qërpik kanë qenë ata që janë qërpik më të mbushur, qërpik më natyral, më të gjatë, me një seng të lehtë, me një shkëlqim, do me thonë boost me shkëlqim gjithashtu mat janë bajt trend shumë, si dhe theksimi i fytyrës apo konturimi i fytyrës, highlight gjithashtu që jep kogja një farë shkëlqimi dhe një farë nuri të mirë fytyrës. Flasim për konturat, pasi e përmenda dhe sigurisht jemi edhe për këto për më shumë, është diçka që ndoshta shumë e realizojnë, po nuk e dinë saktësisht edhe çka është edhe për çka përdoret më shumë. Atëherë, konturimi i fytyrës, do me thonë me anë të konturimit të fytyrës, një make-up artiste profesionale mundet me arrit mos të shumë çka, ose një ndryshim dikon 30, 40 ose 50% nashta kemi pa edhe në YouTube tash kanë dalë edhe sa në ndryshme ose në Instagram po shohim që edhe meshkujt kanë filluar dhe po bojnë make-up dhe po reklamojnë, edhe mundemi me pa mas mirë ti mundemi me vrejt aty se përmes konturave çfarë ndryshime mundet me bo. Për shembull, një mashkull përmes konturave arrin edhe e bën një dukjen tamam si femër. Do me thonë, kemi përmes konturave kemi të zezën dhe kemi të bardhën. Tashti përmes zezës gjithmonë e vendosim kur dojmë me zvoglu ose kur dojmë me theksu diçka, ndërsa me të bardhën kur dojmë me dhënë shkëlqim ose kur dojmë me rrit hapësirën. Do me thonë krejt kjo arritet përmes tipareve, jo të krejt njerëzit shkon do me thonë konturimi njëjtë, varësisht prej fytyrës të klientit, do me thonë bëhet edhe konturimi. Realizohet më saktësisht edhe cilat janë ndoshta pjesë të fytyrës që më shumë ti paraqitet kontura, e dim që te mollzat për theksimin e mollzave, pastaj te huna. Atëherë, po zakonisht më shumë ti mundë me cik se vajzat e dëshirojnë theksimin te pjesa e hundës, se jo krejt e kanë një hundë për të sosur dhe gjithmonë kanë dëshirë dhe kanë dëshirë që ti nxjerrin pa mollzat, pjesën e mollzave, shkëlqimin rreth pjesës të syve, si dhe përmenda edhe highlightin tek pjesa e mollzave që jep një pamje pak më të mirë.
Tash jemi edhe në prag mbrëmje maturave, që kanë filluar ato dhe më trego se çka po preferojnë më shumë vajzat. E dim që ndoshta nganjëherë ndoshta edhe teprojnë me grimin që e kërkojnë, sepse nuk i ndjekin ndoshta edhe shumë trendet, po sigurisht ajo më e lehtë është, më e veçantë dhe më specifike për to. Jo, të them vërtetën, tash vetëm kanë filluar mbrëmjet, edhe ajo që më kalon përshtypjen është edhe femrat kanë filluar me u vetëdijsu dhe kanë filluar me kuptu që duhet me nda grimet, domethënë duhet me nda një grim ditës, duhet me nda një grim mbrëmjes, duhet me nda një grim të caktuar për një event ose për diçka. Secila që ka ardhur, domethënë ka pas dëshirë që me kohën sa më natyrale, sa më e thjeshtë, edhe me rujt atë naturalitetin e fytyrës. Thjesht ka pas dëshirë që ato të mirat e fytyrës të saj me nxjerr të pa, me eliminu ato tmetat e pakta dhe gjithçka. Okej. Përderisa po flasim për grimin, flasim edhe për flokët. Çka është më në trend këtë vit? Po zakonisht domethënë kjo shkon bashkë. Fillimisht nëse na vjen një maturant ose dikush fillimisht e pyesin për çfarë rasti krejt kjo. Zakonisht nëse një femër dëshiron që me shku me një grim pak më teprum, atëherë i preferojnë që tek pjesa e flokëve me bë diçka më të lehtë ose e kundërta. Nëse flokët vetëm vendos mi bë pak më rënd, atëherë te pjesa e grimit me shku pak më lehtë. Domethënë krejt kjo përshtatet, varësisht edhe prej garderobës se çka ka me vesh, prej vendit se ku ka me shku, nuk është diçka që krejt varet edhe prej shijeve, secili person e ka atë shijen e vet. Veron, po falenderoj shumë që ndajte kohë për ne dhe tash kisha pas dëshirë me pa edhe se si po e realizon ti një grim edhe më përkatësisht konturat. Faleminderit shumë që keni ardhur, jeni të mirë se ardhur çdo herë.